Ky emision mundësohet nga Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Eurocold Service, energji që nuk ndalet. Klinika Europiane e Syrit. Electromagic, përjeto eksperiencë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Mbroma dhe mirë se keni ardhur në Mendoj një herë. Shpresoj t'ju ketë gjetë mirë të gjithëve. Si jeni? Ç'a bëhet këtu? Mirë mbrëma. Ndjes. Jam shumë keq. Nuk e di si kam ardhur. Ç'a të ka gjetë? Viroz, grip, Covid, ç'a dush, nuk e di ç'a kam. Ke gjithë, ke dhe Covid. Realisht jam shumë keq. Mirë që mora një kështu ibuprofen për t'u qetësuar në çik. Një setë antibiotik, nuk e di se ke iden ç'a po pi, edhe magnezin dar. Për grip, më lel. Po shumë e fortë, ore, më është blokuar i gjithë fyti. Dhe ke parasysh edhe veshë këtu edhe kam një lloj kruarje. Pastaj kam edhe hundët, e kupton? Kam edhe rruf. Mjalt vajulliri me sheqer, nga ajo vajulliri me sheqer. Legeni me ujë të nxehtë me gjethe dafine që vë peshqirin sipër, nxjerr sekrecionet. A çfarë bën ajo? Nxjerr sekrecionet. Metodat e vjetra më lel ke marrë antibiotik për grip të thjesht, po për në gjë më të rëndësishme çfarë mos. Po viroz, more kanë të gjithë. Pse shërohet vetëm me. Po si e kanë shëruar kur para se të shpikesh? Më fal edhe një herë, më thuaj si ishte? Mjalt me sheqer, me vaj ulliri? Golden honey, mjalt me turmerik, me ginger, me kanell, bie fjalën, është një recetë e vjetër. E han darkë këtë? Apo lyen fytin? Ja, e han në çdo mëngjes, plus një kështu lug vaj ulliri me sheqer, do të sugjeroj përderisa ke fyt. Po funksionojnë këto, po nuk është këto metoda, se është çik si thik me dy presa ke punë mjekësisë popullore. Këto metoda nuk funksionojnë siç ju thot doktor Adhamudhi, ai doktori që vjen ju këndon me ato, se ka mjekësi popullore dhe popullore. Kam përshtypjen që ti beson që çaj kamomili çron diabetin për shembull. Ja. Jo. Definitivisht ndihmon me sëmundjet mendore, me këto stresi, problemet moderne, mund të quhet që për depresionin, vun nga depresioni ti? Me thënë drejtën jo, se s'do isha këtu me ty, po. Por edhe mundet, ç'a s'bën vakin. Elvi është gjithë njerëzit vojnë nga depresioni. Ai jeton si çdo të jetosh. Se i vjen një simptom, atë mua nuk më pëlqen fare që i vjen një simptom. Thjesht që i vjen emër çdo gjëje e miraton që ekziston njerëz, sepse mund të vjen nga presioni, po nga depresioni. Depresioni. Po. Është thjesht me i vuj një sindrom, domethënë si unë si doktor popullor ke idis që jam, unë do e quaj depresion keni sepse nuk keni lek, po të kishe 1 milion euro nuk do kishe depresion. Po që do të shkonte ty. Mjekësia popullore. Së shpejti. Do bëje namin, do shisje kështu gjethe pafund. Gjithëthelbi është që ç'a logjike ka të marrë një cop një kokër, domethënë që më thot doktori merr për depresion, nëse kjo kokra nuk më jep 1 milion euro që do më hiqtin depresion. Po më atë nuk ta jep doktori nga dëshira e tij. Ti vizitosh, bën një konsult, ke një diagnozë të caktuar për një shqetësim shëndetësor dhe patjetër mjeku ka formulat e tij se si ç'rben. Të ndjekësh rrugën kurrën e duhur. Është kontroversiale kjo se për sëmundjet mendore, se unë kam dhe raste personale në familje, domethënë, gjithë sëmundjet mendore një herë, nëse mendon thjesht me logjik, janë nuk do të bëj si ekspert, thjesht me logjik, eci me logjik bash. Janë sëmundje elektrike. Dhe janë sëmundje sinjalesh elektrike, në mënyrë se funksionon sinjalizimi elektrik i neuronëve të trurit. Nuk janë është magji, është elektricitet i brendshëm. Po, neuronet janë si kablat elektrike. Sëmundjet mendore janë magji, po thua. Po, magji me 100 palë thonjza. Neuronet tonë janë si kabla elektrik, ku rrjedh elektriciteti që përbën mendimin. Tash më thuajti mua si mund të të japë një kokër fizike doktori që tregullon sinjalet elektrike. Po janë qetësues, more? Qetësues. Qa bëjnë për këto, bie fjala sëmundjet si... Ka njerëz që për shembull nuk flen dot gjumë, kanë probleme, kanë vështirësi dhe marrin Xanax. Unë nuk po e rekomandoj, Marrin anti-ADHD, që të shkon dhe të fikë të pjesën e trurit që ndjen pa gjumësinë. Këtë bëjnë, nëse ke agresivitet, ke një person që e quajnë të smur mendor ose të çmendur, domethënë në çfarë rastesh.
Ja vjen ato emrat, po ja ve E quajnë të çmendur, I vjen targën të çmendur kujtdo dhe është agresiv, kështu që hajt t'i japim një ilaç që fik pjesën e trurit ku e ndjen agresivitetin. Po jo më keni se nuk I vën targën, nuk është se e pan edhe I vun targën dhe ashtu është, I dhanë edhe patentën, e kupton, nuk funksionon ashtu. Janë smundje që trajtohen dhe sigurisht ti duhet t'i besosh sistemit shëndetësor. Prandaj janë ata njerëzit aty, prandaj kanë studiuar dhe janë formule që vijnë që nga lashtësia me perfekcionimin e teknologjisë, kanë kaluar në prodhim si medikamente dhe ne prandaj zgjedhim t'i besojmë mjekësisë. Pastaj tjetër gjë nëse ti nuk të pëlqen mjekësia shqiptare dhe sistemi shëndetësor që ne kemi, po nuk mund të thuash që smundje që janë të rrezikshme mund të shërohen me qepe me domate, me qepe me krip, e ke parasysh me sallatë. Se vetëm ne si popull e shërojmë edhe gripin me sallatë. Po. Thelbi është që duhet të kishe sallata, nuk është diçka që siç po thoje, sallata nuk është diçka që e ha tash dhe të ndihmon me gripin. Sallata, smundjet që trajtohen me kura popullore, zakonisht ai popullori që ti jep të thotë sallata është diçka që duhet ta haje që në fillim të jetës tate, që të kishe tani trup. Po kemi ngrënë sallatën dhe po smuremi. Gjithë rrufjemi. Kështu që këto metodë Jemi smur 10 herë brenda vitit. Këto metodë nuk funksionojnë me magji, domethënë se janë lloj-lloj doktorë dhe mundësh, ka popullore dhe popullore, po që dikush që vlen. Shiko, magjia dhe shkenca nuk rrin bashkë të dyja. Dakor, unë quaj magji diçka që nuk mund të shpjegohet në mënyrë shkencore. Nuk e shpjegon dot ti se s'ke lexuar për të, po jo se nuk e shpjegon shkenca. Për smundjet mendore kam lexuar egër, mund të themi. A mund të kalojmë në smundje tjera? Patjetër. Ç'a ku të zhvendosemi. Ku ke halle ti? Me thënë të drejtën nuk është se kam halle, po për shembull në rastet kur thyen këmbën ose thyen dorën. Gjëja më e shpejtë që bën dikush është ta lidhi me qep? Me qep me krip. Me krip. Je dakord ti për këtë? Po. E kam provuar në raste ndrydhjesh, në raste që kam nxjerr shpatullën për vetë bie fjalë, edhe ka funksionuar. Ka funksionuar. Nuk ta thot kot dikush, nuk ta thot gjyshi jot kot. Është diçka që është traditë e humbur. Po gjyshi ku I di? Nga gjyshi I vet. Gjyshi është pa shkollë. Këto metode që thotë që janë mijëvjeçare janë trajtimet popullore, trajtimet bimore, jo vajore ose me bazë derivate nafte, mund ta quajmë. Janë naftë që e ka gërmuar thellë në tokë. John D. Rockefeller, shumë kohë më parë, kemi dhe emra për këtë. 110 vite më parë. John D. ti e di kush je? John D ka vdek, domethënë. Është ishte një miliarder amerikan me lidhje shumë të fuqishme që kishte naftë. Edhe ky e ka krijuar edhe sistemin e shkollës dhe tetorarçin dhe turnin e natës dhe mjekësinë moderne siç e njohim. Se më erdhi një moment ta bëja kështu. John D, përshëndes ti, më na ndjek nga lart. Me siguri do jetë poshtë. Sa herë përmendet emri I tij? Me siguri do jetë poshtë. Kështu që mendoje kështu që pronari I naftës vendosi naftën e vet të gjitha ilaçet. Çfarë pret tjetër nga pronari I naftës? Është një miliarder që vun nga suksesi. A do të besojmë ti? Po. Pronari I naftës bëri ilaçe me naftë. Nuk I mjaftonte thjesht të tregtonte naftën. Donte të bënte edhe cilat janë këto ilaçe që janë me naftë? Ilaçet që quhen vajore, çdo gjë që nuk është bimore. Çdo antibiotik bie fjalë, që është sot kësaj. Kremrat. Kremrat dhe gjithçka tjetër. Siç është vazelina për shembull. Antibiotika, penicilina, çdo gjë. Penicilina. Edhe penicilina është gabim? Atë nuk mund ta them se nuk jam doktor me licencë. Po ke diçka kundra pra? Ilaçet që janë bërë me naftë, janë derivatet naftës. Unë thjesht nuk I shoh doktorrat, nuk ka faj një doktor specifik që ta jep këtë ilaçin. Doktori thjesht ka marr librin dhe e ka lexuar dhe I ka thënë libri që kështu është. Unë kam probleme me atë që ka shkruajtë libri kështu është, që ja ka mësuar dhe doktori. Po kush janë këta që kanë shkruar libra? John D. Rockefeller, Ghislaine Maxwell, bie fjalë njëf, e dashur e Jeffrey Epstein. Plaku I vet ishte një person shumë I fuqishëm që ka bërë tekstet e shkollës. Ka bërë tekstet e shkollës dhe ishte PDF, plus ka kontribuar shumë në bie fjalë në tekstet. Ishte PDF. Nuk ishte Word, as Excel. Okej. S'mi kupton kodet deri tash. Ja, po përpiqem të njoh ende. Unë thjesht kam problem me pattern recognition që shoh shumë gabime në të shkruarën bie fjalë. Okej, di është dikush që vuan nga migrena, ka dhimbje koke të herpashershme dhe pa pirë një paracetamol, një ibuprofen apo ku diun se çfarë, se po I bëjmë reklam quhet kjo? Për ilaçet nuk shpëton dot. Ti I thua mos I pi? Po. Unë personalisht, domethënë pa recetë sigurisht, unë njoh një person që vun nga migrena dhe rregullohet me L-theanin, që është diçka që është një komponent I çajit jeshil ose matcha, bie fjalë që është bë moderne në kohët e fundit. Atë komponenti ka brenda L-theanin. Është diçka që normalizon sinjalet elektrike të trurit. Kthen trurin gjendje fillestare, L-theanina. Është shumë mirë për ju, është thjesht të çajim. Do të thënë kush vuan nga migrena duhet pi matcha. Po. Matcha shëron migrenën.
Kjo është e mirë, po është pak e kushtueshme maça. Problemi vjen nga situata në cilën ndodhesh, domethënë, për gjitha këto që janë mendore, so kthem edhe një herë, vjen nga situata në cilën ndodhesh. Jo, mbi fjalë, ke dëgjuar për ADHD-n? Ka shumë njerëz me ADHD. Kam dëgjuar, nuk jam rasti. Nuk e përfaqësoj. Është dikush që nuk mund të fokusohet në shumë kohë në një gjë, nëse nuk i duket interesante. Më shpjeguan në mënyrë bazike bie fjala. Diçka që bie fjala te puna, ka shumë gjëra për të bërë, kështu që bën pak nga kjo, pak nga kjo, pak nga kjo, kështu që i mbi ngarkohet truri dhe pastaj i let gjitha, i thën gjitha. Bie fjala. Sepse po fokusohet në shumë gjëra të njëjtën kohë, edhe nuk ka durim me u marrë me të gjitha. Kjo Unë them se çfarë thon doktorët është gjë tjetër. Unë them është superfuqi, jo smundje, sepse varet nga situata në cilën ndodhesh, është një sinjal nga brenda që po të thotë truri ik nga këtu. A nuk të pëlqen te puna? Gjithë dim që nuk të pëlqen te puna. Aty ku punon, nuk të pëlqen aty, do doje të ishe në shtëpi. Por shkon nga halli. Kështu që situata në cilën ndodhesh, shkakton këtë gjë, është një sinjal që të vjen nga brenda, ik nga këtu, ik nga këtu, ik nga këtu. Është një superfuqi, punon truri shumë shpejt. Po nëse ky njeriu nuk gjen rehat askund, as në punë, as në shtëpi, as në lagje. Ndroj qytet, ç'a bën? Gjen rehat, dhe vjetër që në situata që krijojnë kreativitet, ku ky ka mundësi të jetë kreativ, mund të fokusohet 8 orë ajo. Aty ka anti-ADHD, dikush që ka ADHD, aty fokusohet 8 orë, sepse trurit i duket interesant. Tani është superfuqi siç e the, apo është një lloj presioni që njeriu se përballon dot, dhe duhet të heqë dorë? Është një presion që shkaktohet nga puna ku je, nga situata në cilën ndodhesh, dhe sinjali që të vjen nga brenda është largohu nga këtu, sepse është shumë stresuese. Dhe pastaj doktori të jep një ilazh dhe të thotë trajtoje këtë. Është sikur po trajton shpirtin e rebelit që do me e qartë. E kupton? Më lër të bëj një recetë për shpirtin e rebelit. Ç'a duhet pi një rebel? Maça. Po i bëjmë reklam pa dashur maçës. Shumë kafe. Shiko, unë e di që ke edhe mendime të tjera, edhe teori të tjera për smundje të caktuara, ose kirurgji edhe ndërhyrje të ndryshme, po për këtë ja lëm të ftuarit më mirë, si thua. Dakor. E mbajmë këtu konspiracionin. Ai me siguri di më shumë se unë. Me siguri. Me siguri. Mendoj një herë mbështetet nga Klinika Europiane e Syrit, me në krye doktor Kastriot Boriçi, një emër i njohur në okulistikën shqiptare. Klinika ofron vizita, konsultime dhe ndërhyrje të specializuara për çdo problem që mund keni me syt tuaj. Klinikën Europiane të Syrit e gjeni në komunën e Parisit. Eurocall Service, kompania lider e gjeneratorëve në Shqipëri, të pranishëm në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi, ata garantojnë energji kudo. Prej 35 vitesh në treg, Eurocall Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Faleminderit. Electromagic ka të gjitha brandet premium. Shkoni dhe shikoni dhe provoni nga afër cilësinë e Miele, Teka, KitchenAid, Hagen janë çfarë janë. Është totalisht një eksperiencë tjetër, Electromagic përjeto eksperiencën. Simac Albania, mund të keni akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologji italiane nga lider evropian, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investo në performancë. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Smart Home Albania sjell teknologjinë që ta bën jetën më të lehtë. Kontrollo shtëpinë, vilën apo biznesin tënd nga telefoni kudo që të jesh. Siguri, komoditet dhe stil vetëm me një prekje. Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Rikthehemi në studio pas një debati të flakt me Kedin për vlerat e mjekësisë popullore dhe skepticizmin ndaj mjekësisë moderne. Me sa duket Kedi më shumë i beson recetave të gjyshes se sa Ministrisë së Shëndetësisë dhe formulave të testuara. Dhe si ti Kedi besoj që ka shumë njerëz vërdall. Këtë do ta shohim edhe nga komentet që do të marrë ky program, por ka edhe nga ata që mendojnë që këto janë idiotësi, më duhet ta them. Realisht se nuk mendoj që çdo gjë mund të shërohet me hudhër, me mjaltë edhe me qep edhe me krip. Kështu që ato mund të jenë lehtësira momentale, po çfarë thot mjeku? Kemi kënaqësinë të kemi të ftuar në studio një doktor i cili së fundmi kundërshton edhe hap debat në çdo studio televizive, edhe për tema që ndoshta nuk janë në fushën e tij, por me temën tonë rri shumë mirë, Gerald Kola, gastropatolog. Mirëmbrëma, kënaqësi që ju kemi në Mendoje një herë. Mirëmbrëma, kënaqësi që ju gjeta. Tani unë nuk dua ta kthejmë në debat, po realisht mendoj që jemi një shoqëri që e duam mjekësinë alternative, edhe gjithmonë po të hapësh një dollapët ose bufete shqiptarëve ke çajra të ndryshëm pafund. Me idenë që mund të kurojnë edhe gurin në tëmbë, edhe gurin në veshka, të vendosin kimioterapi. Ajo është një çika rrezikshme. Po pse jemi kaq të guximshëm për t'u shëruar në këtë formë duke mos i besuar mjekësisë moderne?
Shiko, nuk është çështja te guximshmëria apo që i besojmë diçka apo nuk i besojmë. Ne jemi si popull që kemi ca bindje tona të mira viteve dhe është shumë e vështirë të na ndryshosh bindjet. Kështu që duke qenë se mjekësia bimore, mos ta quajtur alternative apo alopatike apo t'i vëmë emra shumë fancy edhe ku diun modern. Mjekësia bimore ka mira vjet, për mos thënë që ka qenë ajo e para, pastaj në fillim u ndërtua mjekësia kimike apo shkencore apo me barna, si thua. Kështu që duke qenë se ne jemi një popull që e mbajmë gjatë këtë memorien kolektive për disa gjëra, se pastaj fillon memoria tjetër kolektive e peshkut që ne 2 ditë kemi, 3 ditë thot, çudia më e madhe zgjat tot populli jon. Kështu që besoj është më kollajt, ne priremi që të kemi gjërat më të kollajta për çdo lloj gjëje. I bjem shkurt, përtojmë, ndoshta nuk kemi mundësira financiare se ti të shkosh te mjeku, duhet të lësh punën ose duhet të marrësh takim me mjekun, duhet të paguash për atë vizitën. Besimi te mjekët e familjes është pothuajse zero, se shumë mirë këto gjëra mund t'i zhvillosh me mjekun e familjes në mënyrë perfekte. Mjeku i familjes për këtë punë është krijuar që hallin apo shqetësimin më të vogël që ti ke nga shëndeti yt, shkon e sqaron me mjekun e familjes. Nëse ai nuk mundet të t'jap drejtim, do të dërgoj diku patjetër. Problemi është që ne kemi hequr këtë hall, këtë mjeku të familjes. Kështu që ç'a bëjmë? Pyesim një shok, pyesim një komshi, besojmë më shumë te recetat e komshies sesa tek formulat e mjekësisë. Po, mendoj që është zgjedhje personale, domethënë, secili bën zgjedhjen e tij personale më mirë siç e mendon ai në atë moment caktuar dhe nuk besoj që ka gjë të gabuar. Nëse qumshti me hullura funksionon për parazitët, patjetër, pse jo. Por që ka edhe një gjë tjetër që është e mira e kësaj gjëje, që këto gjërat bimore, popullore, ndoshta nuk shërojnë, po të paktën nuk bëjnë dëm. Edhe ndoshta prandaj shumë njerëz kanë tendencën ta provojnë njëherë me këtë fillestare popullore, pastaj ai vazhdon me mjekime nëse nuk gjen shërim. Nuk japin zgjidhje të menjëhershme, por ama marrin kohë për tu diagnostifikuar edhe për të trajtuar një sëmundje që mund ta agravojë, pra mund të rëndohet. Jemi gjithmonë në sëmundshmëritë banale, virozat e stinës apo ku diun këto parazitët e mundshëm. Për shembull, kur unë studioja në Turqi, kisha një profesor timin, shumë i famshëm i mjekësisë interne në Ankara, dhe ai thoshte, gripin, gjendjet virale, nëse do vishte unë për një javë i shëruar. Por nëse do të mjekoj mamaja ime që ishte nga Kurdistani, tha për 7 ditë je i shëruar. Për 7 ditë. Kështu që është pothuajse e njëjta gjë. A mund të shërohet gripi me puthje në ball? Sigurisht që mund të shërohet gripi me puthje të ball, por puthja duhet të jetë nënës, patjetër. Nuk ka energji tjetër më të pastër se sa. Jo vetëm gripi, por shumë dhimbje, qofshin shpirtërore dhe fizike, shërohen shumë mirë me puthjet e nënës në ball. Do ta kemi parasysh të. Kam vënë një lidhje mes shteteve të varfra. Domethënë kam përshtypjen se mjekësia popullore praktikohet më tepër në vendet e varfra, edhe në vendet sidomos që nuk kanë një strukturë të mirë të spitaleve, nuk kanë shërbim që duhet, kështu që vjen edhe nga detyrimi, domethënë vjen nga halli. Nuk flitet në shtete si Amerika ose si Gjermania ose si Anglia, që kanë më të lartë sistemin mjekësor. Po thua që ka humbur besimi te sistemi shëndetësor. Plus çështja e kostos, që tha doktori. Domethënë thjesht nuk kanë lek më të trajtu, kështu që zgjedhin këtë. Po, shëndetësia është falas, doktor, apo jo? Sigurisht shëndetësia është falas, po hapat për të shkuar te kjo shëndetësi falas kanë kosto, sigurisht. Po thua rruga deri te spitali? Rruga deri te spitali, mos ditja ku të paraqitesh, domethënë akoma jemi një popullat që për çdo gjë paraqitemi në urgjencat e 2 spitaleve më të mëdha në vend, Spitali Traumës edhe Nën Terezës. Dhe ka një mbipopullim atje. Dhe ka një mbipopullim edhe të gjithë pretendojmë që s'ka vende dhe po ti shikosh gati gjysma kërkojnë thjesht një serum, që as nuk e din çfarë është serumi, por që e duan një serum, e kanë dëgjuar nga komshia që çfarë përdorin serumin shqiptarët? Për të shplar kokën ndoshta, nuk e di për çfarë përdorin. Duhen pyetur ata, po ajo, si thua, tok fjalëshi më i shpesh që has në për urgjencat e spitaleve në Shqipëri është doktor më bëj një serum. As e di çka ka, po jam kështu, jam ashtu, ai serumi
është thjesht ujë me krip, ose ujë me sheqer, ose ujë i përzier me të dyja kripet dhe sheqer. Fiziologjiku në këtë rast. Fiziologjiku, glukoza, kështu që për ngritje për ulje. Ajo që të bën më shumë përshtypje, tani kjo është edhe e faktuar, sidomos nga raportet të fundit, që duke qenë se është rritur frika nga autizmi, gjithmonë më shumë prindrit e rinj po e shmangin vaksinimin e fëmijëve të tyre. Ç'më mendoni për këtë? Atëherë, ideja është që kjo historia e vaksinave është pak debat mbar botëror, edhe është një debat që ka përfshirë gjithë sferat e shoqërisë botërore, qoftë shkencëtar, qoftë njerëz të thjeshtë, qoftë sharlatan, pasaj që kanë pretendime që mund t'i heqin këto vaksinat nga trupi apo duan që ta adresojnë një sëmundje diku. Zyrtarisht dhe shkencëtarisht nuk ka asnjë lloj lidhje midis vaksinës edhe autizmit. Po të kishte, do ishte ndërprer. Faktikisht është treguar që ka pas një tendencë në bazë të popullatës, siç janë tregimet. Ka edhe keq kuptime. Sigurisht ishte po ndiqa një podcast një ditë të një mjeku amerikan, edhe tha ishte një fëmijë, 1 vjeç, që duhej të bënte vaksinën e 1 vjeçit. Mirë po, atë ditë që nuk e bëri vaksinën, nuk kishte ardhur vaksina, nuk kishte ardhur doza dhe ja shtyn për të nesërmen. Ndodhi që të nesërmen fëmia psoi një fatkeqësi edhe humbi jetën. Ishte shumë vonë. Humbi jetën nga shkaqe natyrale të paditura, nuk e dinte njeri nga se kishte humbur jetën. Por problemi qëndron që nëse do e kishte bërë vaksinën një ditë para, të gjithë do ja atashonin atë humbje jetë e vaksinës. Kështu që shumica është më tepër për të gjetur një faj apo një shkaktar, domethënë nëse ne hasemi me një... Ku e bazojnë këtë frikën? Se kjo është e çuditshme, duke qenë se janë prindër të rinj dhe për vete janë vaksinuar që fëmijë, janë ndalojnë fëmijëve të tyre vaksinimin. Atëherë, duhet të kuptojmë që të gjithë fëmijët vaksinohen. Por ata që shfaqin shenja të spektrit autizmit, ne gjejmë atë mënyrën si popull i trembur që jemi, themi ja ka dhënë vaksina, duam patjetër një fajtor. Por po t'ishte se doja jepte vaksina, i bie që të gjithë fëmijët që vaksinohen, ose të paktën 50% fëmijëve që vaksinohen do shfaqin shenjat spektrit autizmit. Por po ta marrim në përqindje popullate, nuk është as 1%, ndoshta më pak, janë numra shumë sporadik. Kështu që nuk mund të bësh një korrelim midis vaksinës edhe spektrit autizmit. Dhe nuk e di mendje cilat janë shkaqet që e shkaktojnë pra. Aq më tepër që ne vaksinat kemi minimalisht 100 vjet që vaksinohemi, të gjithë ne jemi të vaksinuar. Ke di çfarë mendon ti për vaksinat? Është me spet. Unë nuk jam ekspert, unë jam thjesht studiues personal. Unë thjesht jam skeptik nga natyra, sepse shoh gabime në të shkuarën, shoh gabime që ose le të themi testime njerëz, me nis nga fillimi i skepticitetit. Kam diçka që kam përshtypjen që edhe nëse futem në të njëjtën shkollë që keni bëju ju bie fjalë dhe marr të njëjtat informacione, ka ca informacione që nuk ke si i akseson, sepse janë të fshehura. Bie fjalë, kanë zgjedhur mos t'i tregojnë. Për shembull, do t'jap një rast, ka qenë një ilaç që shpërndai në vitet 60 deri në vitet 90 që quhej thalidomide, që e jepnin femrave shtatzanë për shtatzanim më të lehtë, diçka, se sapo e mora si rast edhe kam të freskët. Këtë ilaç e shisnin për shumë kohë, për 30 vite dhe lexonte kutia pa efekte anësore, dhe pastaj u zbulu çfarë efekte anësore kishte. Dhe ka pas dyshime gjatë gjithë 30 vjeçarit sepse e lidhshin me deformime fizike të bebit plus deformime mendore, bie fjalë, ose mangësi të gjuhës, vonim në të folur, bie fjalë, probleme të tilla. Njerëzit e lidhnin me ilaçin që po i jepet, por nuk kishte prova shkencore dhe pastaj doli. Dhe nëse mendon thjesht dhe shkurt këtë mohabet i bie që gjithë njerëzit që pas kanë marrë këtë ilaç me pagesë, edhe kanë lexuar aty nuk ka efekte anësore, efektet anësore po zbuloheshin përmes personit. Kështu që personi në këtë rast që e ka pi është mi laboratori, është bërë testimin në njerëz pa aprovimin e tyre, pa ja thonë çfarë po i bëhet. Më kupton, këtë pjesë nuk do ta dinim sepse mjekësia nuk e pranon, të paktën jo akoma, derisa del më vonë, që ka pas këtë efekt anësor. Sigurisht janë gjëra që duhen marrë parasysh, unë nuk jam askush që t'i mohoj, nëse ka ndodhur, ndoshta edhe s'ka ndodhur. Unë s'kam qenë aty që të di ti vërtetoj apo jo, ndoshta janë edhe thjesht llafe interneti.
praktikisht në vendet e zhvilluara, jo këtu te ne që pazarin ta bëjnë të gjithë, edhe jemi bërë një si pazari Roskovecit, edhe të gjithë jemi bërë japim mendje, edhe të gjithë komentojmë, të gjithë shajmë, të gjithë nxjerrim llefi në rrjetet sociale dhe 90% e atyre që komentojnë në këto mënyra transgresive janë profile falso. Francezët kanë bagetën, ne kemi dijen. Nuk e di kush janë edhe si janë apo ça tendencash kanë të shprehen, por unë po ju jap një shembull, isha diku në një televizion edhe kisha dhënë një intervistë. Edhe kishte unë rrallë kur nuk I shoh ato çka unë them në rrjetet sociale, as nuk I lexoj kur komentet se nuk dua ta ngarkoj veten me kështu gjëra. Nuk do të mërzitesh? Jo, për të mërzitur zero, po ideja është që un kam tendencën kur shoh diçka apo kur marr një pyetje, duhet jap edhe një feedback, kështu që rrallë herë ndërveproj me këto gjëra se ata janë me qindra që komentojnë, unë jam vetëm një dhe do ishte kohë e humbur për mua që të merrem me gjëra pa rëndësi. Por më ishte komenti I parë I asaj video edhe unë hajde thash po e bëj një koment edhe më kishte shkruar njëri që po çështje ziles, gjumit, diçka edhe kishte përdorur një term o pallosh. Sa bukur. Edhe unë I kthej një përgjigje. Ke shumë të drejtë o pallosh. Gjetën njëri tjetrin. Po e njëjta gjë. Në komente. Tani ka një javë nuk ka kthy më përgjigje palloshi, po nuk e di. Këtë ngelur ha. Kështu që është mërzitur nga unë pse I thirra në të njëjtin epitet që ai mvuri. Por ideja është që ne apo gjithë bota moderne që funksionon në bazë të ligjeve, versionin zyrtar e merr gjithmonë nga gjykatat. Nuk e merr as më the të thash, nuk e merr as jo po e di unë këtë gjë, jo po e di ti. Kështu që unë kam tendencën apo prirem të besoj gjëra që janë me një vendim gjykate. Domethënë ata njerëz që pretendojnë se kjo gjë ka ndodhur, hapin një proces gjyqësor në Amerikë, hapin procese gjyqësore pse më shtrëmbër, jo më të ketë kështu probleme kaq të mëdha edhe deformime. Forca e ligjit vepron ndryshe në vende të tilla zhvilluara. Meqense Keidi solli Amerikën në vëmendje. Kto janë bindjet e Keidit. Keidi kundërshton çdo gjë. Mendon që ne realisht nuk ekzistojmë, ne jemi brenda një matriksi dhe është skeptik edhe për çështjet shëndetësore, pra mënyrën se si trajtohen ato, ilaçet që kanë përmbajtje nafte apo jo. Një mënyrë për të ulur numrin e popullsisë, thotë Keidi. Se po flas në emrin tënd, Por nëse do ulej popullsia, ne kemi të paktën 30 vjet që shënojmë vetëm progres në rritjet popullsisë, nuk është kurrë ndonjëherë. Unë mendoj nëse dikush apo një organizat apo njerëz të ndryshëm do donin ta të kurrinin popullsinë, do ishte shumë kollaj. Do ishte si për shembull unë nuk I tregoj sekrete profesionale, po. Për shembull me bombë se ka dhe mjek në këto grupime, prandaj pyet. Nëse themi që rritet popullata me sa dim tash është më e madhe se çka qenë kurrë më parë, po duhet ta ndajmë sipas vendeve, sepse popullata ndaj si duash tani po flasim në nivel global, jemi në konspiracion global, nuk bëhet konspiracioni për shqiptarët që janë 2 milion banor. Ne jemi një pikë në oqean. Problemi më I madh I ne shqiptarëve është që ne nuk mendojmë për te I fshatit tonë. Kemi atë gardhin ton, edhe mendojmë që e gjithë bota, e gjithë konspiracioni, e gjithë dia rrotullohet rreth shqiptarëve. Për mendimin tim nuk do t'ja di njeri. Nëse do mendojmë globalisht, mendohet globalisht. Është njësoj si shqiptari, si indiani, si pakistanezi, si kinezi. Ju e dini, besoj para 10 vjetësh, qeveria kineze mori një nismë që duke qenë se ata u mbi populluan, shumoheshin shumë, mori një nismë që një fëmijë, familjet e reja. Për familjet që kanë më shumë se një fëmijë ti do paguaje taks. Kjo është një për shembull për të ulur rritjen progresive të popullatës. Por që dikush ti hyj halleve me ku diun konspiracione, me teorira dhe pa bërë fëmijë, imagjino. Me teorira të ndryshme, për mua është thjesht bullshit ose është si thua ushqim që duan konspiracionistët për të treguar veten se kush janë. Se po s'ka teori konspiracioniste, as konspiracionistët nuk do dihen kush janë, nuk do marrin vëmendje televizive apo rrjete sociale. Nuk do bëjnë reklama. Se po ti shikosh të gjithë pastaj. Edhe ata përfaqësojnë grupe njerëzish që me thënë të drejtën po shtohen. Ç'a mendon ti për këtë se konsideroj bullshit?
Termi konspiraci e parafillon nga CIA, është nisë si propaganda për të quajtur diçka në formë tallje personat që thonin një narrativ ndryshe për vdekjen e John Kennedyt, që kanë kaluar 30 deri në 40 vite tani dhe dolën të vërtetat që ata kishin të drejtë. Është një mënyrë për të demonizuar një grup njerëzish që thjesht po bëjnë një pyetje ndryshe. Dhe kur them për uljen e popullatës, kam fjalën për popullatën e bardhë, pa mundu me qenë racist, është europianët, bie fjala. Shifen politikat ndryshme, shifet që në Europë edhe në Amerikë edhe në Kanada, në vendet me popullat gjërësisht të bardhë. Dhe shifet që atyre i promovohet bie fjala aborti, i promovohet dietë ndryshe në krahasim me vendet e tjera, plus çfarë po shohim me emigracionin. Emigracioni mund quhet emigracion i thjeshtë ose mund ta quajmë një bombë biologjike që po bëhet kundër njerëzve në Europë. Dhe po injorohen gjithë hallet e tyre, po shifen vetëm hallet e emigrantëve. Kuptove kjo ulje e popullsisë është një plan që është bërë shumë kohë më parë, ka Kalergi plan, dikush e ka bërë libër këtë gjë dhe po zbatohet pikë për pikë. Kundër nesh, jo kundër të gjithë botës. Prandaj ne ishim 3 dhe kemi shkuar sa jemi. 2 milion? 2 jemi? Po ne po të na marrësh globalisht jemi 10 ama. Shqiptar, po. Kështu që po plani ka funksionuar. Në Europë. Jo, thjesht ne kemi zgjedhur. Shiko, ka një që thuhet gojdhën, ndoshta është legjendë urbane, që Tito diku nga vitet 50-60 i hapi këto rrugët për ish Jugosllavinë, që ata qarkullonin në gjithë botën me një pasaport jugoslave. Edhe në një bisedë miqësore me Enverin i thotë, "Ore, po ti thotë, se nuk u hap shqiptarëve vendin e gjithë." Thotë, po ka një diferencë thotë midis meje dhe teje. Pse i thotë? Sepse ti njerëzit thotë i ke blet punëtore, shkojnë, punojnë, marrin lek dhe i sjellin në Jugosllavi thotë. Të miti janë grenza thotë, po u hape kufiti ikin dhe s'kthehen më. Kështu që deklarat e fortë kjo. Është. Po e ka thënë Enveri. Është shumë, unë nuk e di kush e ka thënë, ndoshta është legjendë urbane, po nga ata që unë e kam dëgjuar ja kanë vënë në gojën e Enverit, nuk e di. A ka qenë më e mirë mjekësia në atë kohë, në periudhën e komunizmit? Ishin njerëzit më të shëndetshëm? Mjekësia është e mirë në çdo kohë që ne jetojmë. Sigurisht, atëherë aq kanë ditur, aq kanë bërë, aq kanë qenë kushtet, jetëgjatësia nuk ishte kaq sa është tani, kushtet e jetesës, cilësia e jetës nuk ka qenë siç ishte tani, por të vjetrit tregojnë që edhe atëherë kishte kancer. Pavarësisht se njerëzit nuk i hynin gjatë diagnostikës e të gjitha dhe thoshin vdiq nga sëmundje e keqe apo nuk e përcaktonin që ishte kancer me atë. Tani gjitha këto zhvillime në imazheri diagnostike, në mbarvajtje, në kimioterapitë e ndryshme që po zhvillohen dita ditës, e kanë rritur shumë mbi jetesën nga kanceri. Pavarësisht se ne marrim gjithmonë statistikat e kundërta që themi po vdesin njerëzit nga kanceri, por ne nuk marrim të mbijetuarit nga kanceri. Si është raporti? Ka më shumë të mbijetuar nga kanceri apo më shumë njerëz që diagnostikohen me këtë sëmundje? Jo, unë nuk do them si është ky raport, por do them që do ishte bilanci shumë herë më i madh i vdekjeve nëse nuk do bënim kimioterapi apo trajtime radioterapeutike apo të ndryshme që janë kundër kancerit. Nëse do i linim njerëzit pa trajtim, bilanci do ishte shumë herë më i madh. Nuk do kishte njerëz të shëruar. Sigurisht kimioterapia është. Pse duhet të shtohet numri i të smurëve me kancer, se edhe mjekët kur e trajtojnë si smundje, tumorin thonë që e para njerë mund të jetë genetike tek shkaktarët, e dyta ndotja e ambientit dhe treta ushqimet që ne po konsumojmë. Toksicitet i lartë. Tani këtu ka vend për konspiracion sa të duash. Po mirë, po sikur unë do të them që gjithçka vjen nga mendja. Kanceri është psikologjik? Ti e the, unë nuk thash, unë thjesht pyeta, sikur thash. Okej, interesante. Teori tjetër kjo? Që do të thotë mund të injorohet jashtë ekzistencës, nëse e injoron. Që do të thotë atëherë. Nocebo, efekti kundërt i placebos. Atëherë. Mund ta luftosh vetë thua ti Kate. No. Problemi është, nuk është te lufta. Se i gjithë procesi të menduarit gabim kjo është, që ne duhet luftojmë. Nuk zgjedhim luftën, duhet zgjedhim paqen. Jeta është luftë thoshte gjyshja ime. Pikërisht kjo është e gabuara dhe kjo është ajo që na kanë mësuar sprapti. Jeta nuk është luftë. Jeta është jetë, thjesht duhet jetuar. Jungu thoshte, nuk ka qëllim jeta. Jetojmë thjesht se kemi lindur. Por nëse do ta bësh jetën më të bukur, duhet bësh gallat me gjithçka që ti rrethon. Është qartë. Kështu që nuk jam te lufta kur ka ardhur sëmundja. Ne duhet bëjmë të pamundurën që mos të shkojmë të sëmundja.
që do të thotë të mbajmë nivelet e stresit të ulta, të jemi më harmonik me veten. Sigurisht ju të dy e tundni kokën se në kohën ku ne jetojmë është e pamundur. Është e pamundur. Aty nis lufta. Atëherë dashur pa dashur. Jo, thjesht duhet ulim pritshmëritë. Është ai agresioni që na kanë mësuar gjithkohës, ajo ambicia. Nuk ka pse të kemi ambicie, ka oksigjen për të gjithë në këtë tokë. Nëse kemi ambicie, mund të kemi kancer? Nuk bëjmë këto deduksione. Shiko, ka ambicie të shëndetshme, ka dhe ambicie të dëmshme. Ajo që quhet babëzi. Domethënë babëzia është nëna e të gjitha të këqijave që na vijnë, qoftë në trup, qoftë në mendje, qoftë në shoqëri, qoftë kudo. Ke njerëz të babëzitur në çdo lloj gjëje, që nuk kënaqen kurrë me asgjë, mbasi kanë marrë diçka, duan diçka tjetër akoma më shumë. Jemi në një botë që bombardohemi nga gjëra luksi, gjëra që si kemi të nevojshme, thjesht e vetëm për t'u hapur bythsh me komshiun. Sa e bukur ishte kjo. Për ku diun treguar që ne jemi më të zgjuar, për ne treguar që ne kemi më shumë lek, për treguar që ne dim më shumë, s'kemi pse i tregojmë askujt asgjë. Ne thjesht jetojmë jetën tonë dhe jemi përgjegjës vetëm për veten tonë, për askënd tjetër. Duhet gjejmë paqe brenda vetes. Babëzia kurohet me çaj mali, besoj? Absolutisht, edhe kamomili është shumë i mirë. Një fixhan dark, edhe para gjumit. Tani, për të folur për të rikthyer prapë tek vaksinat, ajo që na ka bërë shumë përshtypje, ndoshta i ka bërë njerëzit edhe më shumë skeptik, ka nisur me pandeminë. Covidi dhe lufta për t'u vaksinuar. Ata i dhanë shumë vëmendje, OBSH-ja luftonte që të gjithë popullata të ishte e vaksinuar për të mbrojtur, doza parë, doza 2, doza 3 nuk mbaronte kurrë. Pfizeri ishte një nga vaksinat që siç u promovua, ashtu edhe u hodh poshtë. Vetëm para një viti është folur për efektet e dëmshme të kësaj vaksine. Në nivel të vaksinave të Covidit jam shumë dakord që ishte diçka e nxituar, jo e gabuar. Ishte e nxituar sepse ne u gjendëm përballë një situate të pashpresë. Edhe dihet në rastet e situatave të pashpresa merren edhe masa kontroverse. Domthonë bota nuk ishte përjetuar kurrë një vaksinë të llojit të mRNA-s, siç ishte vaksina e Covidit. Ishte risi edhe ishte, si thua, një nevojë për t'i dhënë një përgjigje gjithë këtij sulmi global që ndodhi. Sigurisht, ishte domthonë një vaksinë që nuk kaloi gjitha fazat e testimit, siç e tha edhe Kledi për talidomiden, por talidomida i ka kaluar fazat e testimit, Kled, nëse do që ti bësh një rikthim. Vaksina e Covidit sigurisht nuk i kaloi fazat e testimit në njerëz, aq më tepër në kafshë, ishte domosdoshmë siç u hodh si ide, e provuan direkt në popullat dhe normalisht ishte eksperimentale. Ishte eksperimentale. Duhet ta pranojmë të gjithë sepse minimalisht kërkojnë një 10 vjeçar fazat e testimit në njerëz. Ajo ishte kohë shumë e shkurtër, u bë në kushte. Vaksina u bë shumë shpejt. U bë në kushte dëshpëruese, në kohra dëshpëruese, marrin masa dëshpëruese njerëzit. Kjo është natyra njerëzore, është psikologjia njerëzore, por nuk besoj që dikush e hodhi vaksinën me tendencën e keqe për të bërë dëm. As që diskutohet, unë jam totalisht. Ama ne u vaksinuam. Dikush u vaksinua, dikush jo. Dikush mund të ketë ngelur infertil nga kjo vaksinë. Shkoj, infertiliteti ka vite që ekziston, ëh. Ne të gjithë kemi njerëz në familje që janë nga 60-70 vjeç dhe nuk kanë fëmijë dhe pavarësisht se kanë nga 30-40 vjet martuar. Por është e lindur, është një gjë, pastaj kur ta bën shkenca. Këtë se dim ne, është e lindur apo është e pa lindur apo e ka bërë shkenca. Sepse dikush nuk pati bër analiza më parë. Aq më tepër që unë nuk jam kundër që ekzistojnë të gjitha llojet edhe të gjitha. Ne po flasim në aspektin sa na rrok logjika ne. Pastaj se ç'a ndodh në backstage të gjërave që nuk i dim. U tha edhe që varet nga logjika jonë, është histori tjetër pastaj. Vaksina ishte një formë për të vendosur mikroçipe tek njerëzit për t'i kontrolluar. Kej gaboj te kjo apo? Quhet grafenoksid. Kurse unë nuk është çështje. Unë kam një teori tjetër konspirative që vaksina u bë për të përgatitur botën për të kaluar në fazën 5G. Kjo mund të bëjë sens më shumë. Për të kaluar në fazën 5G të internetit. Që kapi interneti val më shumë. 5G nuk është vetëm internet. Po çfarë po thoni? Nuk e kuptoj.
Nëse këtë do ja lëm Kedit të studioj. S'kemi nevojë për antena dhe saç në shtëpi po thonë? No, nuk ka lidhje. Atëherë, ideja është që keni parasysh rrjetin 5G që është një mburojë e madhe e gjitha e mbulimit. Kur të vendoset i gjithi, ne do jetojmë në një rrjet virtuale interneti. Që nuk ekziston ende. Që nuk ekziston sepse akoma s'janë kushtet, por në një të ardhmen do ekzistojë absolutisht. Si Starlinku që do mbulojë gjithë botën, ashtu është edhe 5G-ja, antenat 5G do vendosen gjithandej. Kështu që ekziston një teori tjetër konspirative që duke marrë vaksinën me grafen apo më the të thash, apo ajo mRNA që do bëj ndryshimin ton gjenetik, është një fazë evolutive që ne të përshtatemi më mirë. Mos të harrojmë që shumë konspiracionistë pretendojnë që bota po ndryshon boshtë, po ndryshon, po kalon në dimension tjetër. Nga ky dimension ku ne jemi, po përgatitemi për një dimension tjetër. Historia e Nibirut. Një rend tjetër. Ku është Shqipëria në këtë rend? Nëse unë i shpalos ato konspiracionet e mia, besoj që këtë nuk e besoj. Po na surprizoni tani me. Kështu që nuk e beson në pjesën e grafenoksidit. Kështu që doni teori konspirative ju jap unë pafund. Rrim një javë këtu në emision, edhe ju jap unë teori konspirative sa duhet të rrini kështu, do e bëjmë talk show. Por ideja është që sigurisht ka zëra pafund, edhe ka zëra pro edhe kundër, edhe këshilla ime përfundimtare që mos t'i ushqejmë njerëzit me teorira konspirative. Njerëzit e zgjedhin vetë çfarë han, po. Edhe ta jetojnë jetën e tyre të lumtur, është që mos ta mbajnë mendjen aty. Kush e bëri, miru papshim, nuk kthehemi dot. Ju të tjerët mos e bëni. Gjithsesi, ju sapo thatë që vaksina e Covid i shërben një plani më madhor, po që është një rend. Jemi gjithmonë në teori konspirative, jemi po sikur. Plus ishte pjesë e dosjes së Epstein, ishte diçka që e kishte folur që në 2015 me Bill Gatesin për pandemic simulation, si do bëjmë një pandemi falso, si do i shpërndajmë lajmet. Ishte plani i Epsteinit. Është ka folur me. Okej, do ja vëmë Epsteinin gjitha, hajde ja vëmë. Çfarë doni? Po se kemi njëri tjetër. Sali Berishës. 2015. Mbana i shkretin. Nëse konspiracioni më kryesor dhe më i besueshëm nuk është që duan me na bë keq, edhe nuk është ajo që besoj unë që duan me na bë keq me zor. Thelbi është që nga i herë na japin ilaçe për qëllim monetar. Domethënë që thjesht qëllimi nuk është shëndeti i gjërë, është thjesht leku, sepse janë kompani. Atëherë, duhet të bëj një parantezë të vogël për sa i përket ilaçeve, sepse kjo dhënia e ilaçeve ha shumë debat, edhe shumë njerëz kujtojnë se providerat apo dhënësit e ilaçeve janë mjekët dhe farmacistët. Praktikisht nuk janë as mjekët, as farmacistët dhënësit e ilaçeve. Ilaçet prodhohen diku, edhe thjesht neve na është dhënë licenca për t'i shpërndar këto ilaçe. Por unë e deklaroj me bindjen time të plot një gjë që jam 100% i sigurt që asnjë mjek apo asnjë farmacist nuk e jep një ilaç me tendencën për të bërë keq. Nëse një mjek edhe një farmacist do kishte qoftë dyshimin më të vogël nëse ai ilaç do bënte minimalisht diçka të keqe, nuk do e jepte kurrë. Kjo është taksative dhe nuk dua ta diskutoj njeri fare nga këta profilet falso, jo po më dha kështu, jo po dha. Se ç'a bëm ku di un prodhuesit, ajo është histori tjetër, ne nuk hym dot në atë gjë. Por që të fillonin tani dhe të kapeni me mjekët që na japin ilaçe se duhet na vrasin zero. Nuk është thjesht bën diagnozën. Domethënë jo me qëllim të keq, po thjesht për përfitim vetjak. Me fjalë dikush sjell Por nuk është ndonjë përfitim i madh vetjak se lat na me këtë përfitimin vetjak. Do nuk është se fitojnë kaq shumë mjekët nga ilaçet. Ja të japim një rast, dikush sjell amoksicilin, nuk sjell fjalën amoksicilin, sjell një ilaç tjetër që është pa licencë me sjell nga jashtë shtetit, domethënë pa licencë, diçka që quhet amoksicilin, bie fjalë, po e fus kot një fjalë shumë të ngjashme. Si ndrojnë emrat? Shkon te doktori. Jo, dhe ka fjalën për emër tregtar. Është e njëjta formulë por në emër tregtar. Nëse ilaç tjetër pa licencë, ky person do me i heq ato, edhe pastaj shkon te doktori dhe korrupton doktorin në një mënyrë që kushdo që të vijë të kërkojë amoksicilin, jepi amoksicilin në vend të kësaj që të shesun stokun tim, edhe ndan fitime të mira. Këto janë marketing, sigurisht. E para, një mjeku nuk do fitoj aq se sa do fitoj nga ajo amoxiciloni yt edhe ku e di unë. Nuk është nuk do dali nga seneja mjeku me ato lekë që do i jap ai për të shitur atë baçin që ka sjell. E dyta, është e njëjta gjë.
amoksicilin me amoksicilon, çaj emri i vum ne, është emër kot, nuk po I bëjmë reklam një ashtu. Po thua që janë brende të ndryshme. Kështu që është thjesht mënyra, është thjesht fabrika që e prodhon. Ilaçi është I njëjtë. Kështu që nuk ka këtu teori konspirative që kjo është e dëmshme apo kjo është që të pasurohet mjeku. Nuk pasurohet ashtu. Nuk pasurohet me një kuti amoksicilin. Ti e di si pasurohet? Tani ju e hidhni poshtë spekulimin që mjekët korruptohen, po s'pat e lek nuk merr dot shërbimin në spital. Shërbimin ti do e marrësh. E di kush mjek ose kush ka tendencën për të korruptuar? Të lutem nxjerr emra. Jo more emra. Pavionet pas. Jo, nuk e as te pavionet. Janë njerëzit që duan të hyjnë paradh, që duan të bëjnë një rezonancë pa radhë, që duan të marrin shërbimin pa radhë. Po kush na e ushqeu në këtë kulturën e të korruptuar? Dëshira jonë që jemi më të mirë se ata 10 veta që presin në radhë. Korrupsioni. Dhe të gjithë paguajnë në fund. Jo, 10 presin, ky që paguan futet pa radhë, ose Kedi që bën si horr futet pa radhë, apo dikush që ka një njohje futet pa radhë. Këto janë ato. Por jo se mjeku realisht e parë nga këndvështrimi mjeku pse nuk thot jo faleminderit, jo të lutem. Ç'është ky gest? Unë nuk e pra, unë paguhem për të çrbyer. Mirë ne që korruptojmë, ne të këqinjt që duam të futemi pa radhë. Po mjeku pse merr? Mjeku jo do thot, po ti do ke tendencën do insiston. Dhe ai tek e dyta dorëzohet, ja po të lutem. Shumë interesante. Kjo ishte shumë e bukur. Dhe pjesë e njeriu të korrupsioni bëhet të gjitha kafshët, domethënë me mënyra të tjera, jo monetare. Korrupsioni është ajo formë kur dikush premton diçka të pa bazë në ligj dhe ti jep diçka për ta marrë atë gjë të pa bazë në ligj. Po, në fund më është folur edhe për privatizimin e QSUT-s, edhe shërbimeve mjekësore. Do ishte shumë herë më mirë për të gjithë mendoj që të privatizohet. Sepse do vej hakat e i Zoti mendoj. Që do të thotë? Që mjekët do trajtohen me rroga më dinjitoze. A thua? Mendoj. Okej. Edhe njerëzit nuk do marrin më shërbime a priori. Në Shqipëri marrin totalisht njerëz që nuk e meritojnë shërbimin. Po. Do forcohet sistemi po. Do forcohet sistemi. Qartë. Meqense folëm për ilaçet, pse flitet sërish që ilaçet në Shqipëri nuk bëjnë, janë të skaduara? Neve na japin ato ilaçet më të këqija, që rrinë nëpër depo, nëpër magazina me vite, na vinë nga Turqia. Turqia është 75 milion banor, është një nga pararencet e mjekësisë në Europë. E po ne duam nga Gjermania. Në kushtet që ka Turqia është ku ta gjesh të krahasohemi me Turqinë. Nuk bën sens krahasimi me Turqinë. Qartë. Mund të krahasohesh. Po shqiptarët do donin të blenin një makinë gjermane sesa një qilim turk, e zëm. Mirë, ato janë bindjet personale. Ka edhe ilaçe me natyrë gjermane ose të ardhura nga Gjermania. Dhe ti shkon në farmaci dhe I thua, "Shiko, unë dua derivatin e Gjermanisë, nuk dua derivatin e Turqisë." Bën sens, ke lek, paguaje. Janë të gjitha llojet, po. Janë e bukura e Shqipërisë kjo është, që ka gjithçka nga çdo gjë. Ne nuk vuajmë për asgjë, ne vetëm vuajmë për mend të kokës. Problemi jemi ne, prap. Doktor, kemi disa pyetje shumë interesante. A mund të shërohet një plag ose një këmbë e thyer me qep e krip? Jo. Jo, pse? Kemi vite që praktikohet. Do të thuash pse u them po shërohet. Nap. Jo. Shërohet atëherë. Nëse do më thosh pse? Pjesë të fuqia të trurit. Që të shërojmë frakturën? Mendojmë se I shëron qep e krip dhe pastaj funksionon si plastik. Po këmba e thyrë është frakturë, vëlla, është diçka fizike. Ndrydhje, bie fjala një ndrydhje. Mund t'i këndosh diçka më thjeshtë se të ngjitet. Një ndrydhje po. Një ndrydhje po. Po. Qep e krip. Po. Doktor, kam gastrit dhe një lemze bashkëshoqëron, por përdor rregullisht sot buke me ujë. A është kjo zgjidhje e përjetshme? Nuk është zgjidhje e përjetshme. As e përkohshme, as është thjesht zgjedhje momentale derisa të shkosh në farmaci të marrësh ilaçin. Duhet vizitohemi. Absolutisht po. Okej. Jo këto metodat alternative që përdorin për stomakun. Farmacit në Shqipëri japin ilaçe pafund, kështu që nuk ka nevojë fare të vizitojeni. Shkoni merreni vetë dhe janë rregull. Doktor, vuaj nga tensioni dhe përdor çdo ditë hudhër. Këshilla ime është mos e përdor hudhërën në mëngjes se u bësh barr gjithë njerëzve që të rrethojnë. Është e fortë ajo, me thënë të drejtën. Po me tensionin apo në dark. Okej. Për tensionin mund të marrësh dhe ilaçe ndonjëherë kur të kesh kohë. Kam 20 vite që pi raki dhe nuk jam smurur një herë.
Ta shtof zoti i natin. Pi rakis sa doj shpirti. Është ilaç i mirë, raki. Është nice. Po për këto, më fal se ty. Jo, vazhdo. Unë kam një problem me faktin që të thonë me i heq gjërat, me fjalë. Tek me këtë nuk jam dakord. Shkon të thonë hiqe edhe mballën e pjekurisë, hiqe bajamet, hiqe atë si quhet ajo? Ai që të thot Apandesiti. Ai që thot hiq diçka. Ai është mjeku zakonisht. Ai që thot hiq diçka, ja fut kot se nuk e di. Nuk di ta shëroj dhe prandaj thot hiqe. Jo, po, ka drejt shumë. E tha dhe mjeku këtë? Respekte për këtë, po. Absolutisht. Po çfarë është apandesiti? Një apandesiti inflamuar. Duhet të shkonin për konsultë mjeku. Duhet ta mbajmë apandesitin e inflamuar? Gjithmonë duhet të shkonin për konsultë mjeku. Po pra, po duhet hequr në këtë rast. Nëse e vendos mjeku, pse jo? Është një ndër hyrjet më të shpeshta edhe tek pediatria e fëmijëve. Mendoj për shumë kohë që është pa nevojshëm. Edhe pastaj tha që është mirë për bakteret e mira të stomakut. Ta kthejmë pak në seriozitet se po e bëjmë tendencialisht gallat këtë. Po. Ideja e heqjes së apandesitit është hiqet në ato momente kur ai bëhet rrezik infeksioni për trupin. Qartë. Do të thotë që hiqet një apandesit i inflamuar edhe i destrukturuar. Patjetër. Do ta themi këtë. Për pasojë që neve mos na kalojnë në gjendje sepsisi, trupi, organizmi dhe sepsisi, nëse zhvillohet, është një sëmundje jetë kërcënuese. Për këto gjëra hiqen. Nuk hiqen se ju tek dikujt një ditë bukur dhe ai ta heqim apandesitin apo apendiksin, se apandesiti është sëmundje, apo apendiksin. Kështu që kjo është ideja. Nëse ju thonë që duam ta heqim se nuk të duhet, nuk e besoj këtë. Mos e besoni. Është dikush që e thot dua ta heq se s'm nuk e di Kledi e tha. Ka pas. Ky e ka thënë, ky se di, pas ka shumë. E ke hasur diku këtë? Po, familjar. Plus është diçka që i bën shkurt. Pjesa apendiksit është diçka që i bën shkurt. Në momentin që kanë një problem me të, thjesht i thonë është gjë që hiqet. Atëherë nuk është erën me shkurt, por unë do ju them një gjë të vogël, që trajtimi medikamentoz i apendicitit është shumë herë më i gjatë se sa kirurgjia. Me qartë. Prandaj duhet hequr. Kështu që jo prandaj duhet hequr. Për të shpëtuar, për të mos vuajtur. Jo, gjithmonë u jepet zgjedhje pacientëve. Do që të provojmë trajtimin medikamentoz, edhe pasaj nëse nuk bën fajde duhet të kthehemi edhe ta ashtu, ta heqim. Shumica thonë, doktor, më mirë hiqe se për të hequr është mos më lodh kot me ilaçe, sepse ka një histori të gjatë të mjekimit medikamentoz me antibiotike, duhet të rikthesh te mjeku disa herë, duhet të shumë njerëz i lodh kjo gjë, ose nuk duan ta ndërmarrin këtë nis. Edhe zgjedhin kjo. Edhe thonë, shiko, se ne të gjithë a mund të jetohet pa apendiks? Duhet hequr bajamet? Bajamet duhen hequr, shiko, duhen hequr është pyetje shumë mamulli. Duhen hequr kur? Bazuar në bisedën që kemi bërë paraprakisht me Kedi, që është dyshus. Atë, e njëjta gjë atë është diçka që e normalizohet. Ka një protokoll, por nëse këto bajame janë jashtë funksionit dhe ty të bëjnë sëmundshmëri që ti je i detyruar të marrësh gjatë një viti 5 herë antibiotik për një kohë 5 vjeçare, ti vetë mendon që është mirë ti mbash apo ti heqësh? Si mendon Kedi? I mbajmë apo i heqim? Unë them ka një problem. Po lere më po jo, I mbajmë bajamet apo i heqim Kedi? I mbajmë. Okej, u kry. Rifiuto la oferta e vado avanti. Thjesht ka një problem me trupin e personit. Po lere more problemi me trupin. Dhëmballa e pjekurisë është një formë se si pasurohen dentistët sot? Jo, dhëmballa e pjekurisë është gjëja më banale që një dentist do të merret. Madje një dentist s'do të merret fare me dhëmballën e pjekurisë. Po pse na i heqin pastaj? Na i heqin sepse është një fazë rudimentare e evolucionit. Duke qenë se ne dikur kemi qenë karnivor dhe nofullat kanë qenë më të mëdha, kishim nevojë për 8 rreshta. Tani që ham ushqimet procesuara, jemi bërë më të kulturuar, ham me luge me piru e presim ushqimin, ka ndryshuar nofulla e gjitha dhe ushqimet janë më të buta. Hiqet dhëmballa e syrit vetëm në ato raste kur njeriu nuk ka nofull të zhvilluar për të dalë ai dhëmb sepse shtyp dhëmbët e tjerë. Kështu që je dakord? Ne pastaj krijon probleme të tjera me rindërtimin e indeve lidhore, nyjore. No, kjo është thjesht je duke hapur një typnaj mjekësore që nuk e di pse po e bën, po të kanë dalë dhëmballat e pjekurisë?
Po është ndihmues, mos gaboj, është në të prodhimin e të gjitha llojeve të indeve. Dhe mballa e syrit? No. Është dhëm si gjithë dhëmbët e tjerë, nuk bën sens. Duam teori konspirative, hajde, okay, po. E mbajmë apo e heqim këtë vëmballën? Arsye pse ta ka bë Zoti. Po apo jo? Po. Se kam edhe një pyetje. Okej. Synet liku? Të mbajmë apo E mbajmë. E mbajmë. Synet liku është mutilim. Stop. Shqiptarët janë popull që bën më shumë synet se çdo tjetër. Relax, synet liku është mutilim aq më tepër te fëmijët e vegjël. Është krim. Si është termi shkencor për synet likun? Ndjesë. Cirkumcizio. Okej. Cirkumcizium. Po synet lik më mirë edhe e brenda. Gadium Leviosa. Reporter. Rreth prerje. Atëherë janë praktika fetare. Që janë shpikur në kohët e kushteve ekstreme të higjienës. Po ama prerja bëhet në spital. Pa rëndësi ka ku bëhet prerja. Prerja nuk duhet bërë, sidomos te fëmijët e vegjël, është mutilim. Mjekët e bëjnë. Plus qepja pastaj. Po mjekët e bëjnë. Nuk duhet bërë, thua. Nëse nuk ka sëmundshmëri, që nuk trajtohen me medikamente dhe rruga e fundit është kirurgjia, atëherë duhet bërë. Por nëse ne marrim nismën të bëjmë synet fëmijët a priori se jemi të një feje apo të një feje tjetër, apo se të gjithë ne në familje. Se e bëjnë të gjithë, po. E bëjnë të gjithë. Dhe ajo mund të mbaj pislishe. Jo, nuk mban, absolutisht. Nëse nuk ka bllokim, nëse higjiena është adekuate, nuk ka asnjë lloj. S'do kenë arsye për të festuar pastaj. Familjet shqiptare për dimtë. Atëherë duhet gjejnë një arsye tjetër për të festuar, po jo të mutilojnë fëmijët e tyre. Fëmia ose i rrituri, kur të rritet 18 vjeç, nëse do përqafoj fenë e caktuar, është zgjedhje personale, të bëhet, të mos bëhet, ta heq fare, ç'të doj tha Sazani. Shumë e respektueshme. Po ta heqi ç'mendje harrova. Sa mirë që jetojmë në një shoqëri të lirë që ka pafund opsione, mund të bësh të duash. Sazani, perla. Dhe gjithashtu psikologjike vjen nga këtu. Edhe bukur është se fajin gjithmonë meshkujve vën akoma, megjithëse janë bërë një spektrum për infinite gjinis, tash somehow e kanë meshkujt. Jo, meshkujt nuk jo, me ne sigurisht jemi shoqëri patriarkale, nuk marrim meshkujt fare, zero. Jo. Nuk kanë. I kanë femra gjitha. Kush i fajson? Ne që flasim. Edhe një pyetje. Patjetër. Për mua është e fundit. Kam vurë, domethënë unë e kam pa dikush tjetër që e kishte vurë. Ka një diçka që nuk shkon, që ma bën tingle këtë sistemin mendor. Në vitin 2019 janë shpërnda valet 5G, si shtat dhe ju, edhe është viti që është shpërnda dhe Covidi. Në vitin 2009 është shpërnda 4G, natyralisht bie fjala. Në vitin 2009 është shpërnda valet 4G. Duhet kishim bazë për këtë, Është i njëjti vit që është shpërnda H1N1, gripi i derrit, një lloj tjetër virusi. 1998 valet 3G, shpërthim masiv i influenza, gripi stinor. Valet 2G në vitin 1991, i njëjti vit që shpërndahet kolera. Valet 1G në 1979, hera e parë që shifet gripi stinor, influenza e parë. Dhe në qoftë se shkon shumë në të shkuarën 1918, të shpërndarja e parë e valve radio është i njëjti vit me gripin spanjoll, që ka shkaktuar 70 milion vdekje. Janë 6 koincidenca. Mendon se janë koincidenca apo po ndërhyet në eterin e valve? Unë ta thash teorinë konspirative, ti thjesht ma konfirmove teorinë time konspirative. Është shumë për të qenë rastësi. Na vjen e keqja nga valët, domethënë. No, janë faza evolutive. Ju bini dakord për këtë? Duhet të evolojmë. Nuk ka rastësi. Në evolucion sigurisht që ka dëme kolaterale. Po na e bëjnë përmes valve këtë? Përmes valve atë se di, të internetit. Atë duhet me pyet ata. Ta bëni të hapur? Po gjithsesi më vjen mirë që ra dakord për diçka. Jo, as pak. Ky ra dakord me mua, jo unë me këtë. Është po theve të njëjtën gjë me fjalë tjera. Jo, më pëlqen. E mbyllim me një. Keti ti pëlqen që të ma atashoj mua se do që ndihet më i sigurt kur ka. Ai po mbledh njerëz, po rekruton njerëz. E shoh si bashkohen videove të tij. Prandaj po e bëjmë këtë emision. Së vërtetës edhe. Vetëm unë se besoj. Nuk e kam asnjë doktor personal, unë kam atë siç e tha vetë, domethënë me Pfizerin, sipër fare. Që kushdo që i del kundër i fut një plumb ballit, siç ka ndodhur me doktorët e SIDA-s në Afrikë. Që shumë brutal kjo. Jo. Po ka ndodhur. Jo, nuk ka kështu. Ka ndodhur, okay. Nuk ka. Po mirë, tani ilaçi i SIDA-s u zbulua. Pse s'po ka ndodhur në Afrikë shumë, ka ndodhur për vite. Në Afrikë mund ndodh gjithçka, është kontinent tjetër. Jo. Doktor, keni përdorur ju vetë metoda popullore për të trajtuar një sëmundje? Për të trajtuar të dikush tjetër apo të vetja ime? Të vetja juaj.
Një sëmundje, shiko, duhet përkufizuar sëmundje. Një infeksion, një Jo. shqetësim, një dhimbje koke, një rruf, një grip. No. Fare? Jo, unë i kam pirë metodat çajrat apo metodat bimore thjesht për rekreacion, por që jo Për kënaqësi. për kënaqësi, për qef, për ulje, për relaks, Okej. një çaj kamomili, Hibiskus? çaj mali, hibiskus, çfarë të doni, por jo që të pretendojmë të shërojmë sëmundje me çaj, është Jo, nuk afër shërohen. mendsh. Smundjet nuk shërohen me çaj. Sëmundjet nuk shërohen me çaj. E Kjo qartë. është e sigurt, pak po e sigurt. Nëse duam që t'i përdorim bimët për dëshirat, për qefet, për ku diun rekreacion, për shijen e mirë apo për të shmangur kafeinën. Po mirë, nuk keni djegur një herë dhe keni vendosur aloe vera ose një domate sipër për No. të thithur nxehtësinë? Ose edhe mund të kem vendosur, po. Kos. Po. Po aloe vera. Nuk Ne janë për gjëra shqiptarët serioze. shne me aloe vera, ne Kemi filluar e vjedhim nga bazat e njëri tjetrit dhe aloe vera, ne. Nuk janë për gjëra serioze. Jo, po si më tha njëra, unë e mbjell në kopë është dhe aloe vera. Po të bëft mirë, ç'a ti them? Hahet aloe vera. Po ç'a nuk bëjnë njerëzit? Jo, më dhe pijet, ka edhe Shko, në supermarket, ka praktikisht- lëngje aloe vera. Praktikisht vetëm traktori nuk hahet. Po ne nuk kemi traktor. Kinezët. Kinezët. E Ne gri. s'kemi as Këto tren. metodë, Kemi tren, po i kemi Kemi? muze. Po, ai tren imagjinar. Po. Kemi. këto metodë. Qaf njerëz të dashur, faleminderit, ishte Faleminderit kënaqësi juve. që ju kishim në mendojë një Gjithashtu. herë. Keti, e mbajmë apo e heqim doktorin? Do e mendosh një herë? Mendoj. Mendoj një herë. Jam dakord për shumicën e gjërave, thjesht nivelet ndryshme skepticizmi. E heqim. Gjithsesi. E ishim. Next. Natën e mirë.